Është mbajtur këtë diel ceremonia e kurorëzimit të Papës së Ri në Bazilikën e Shën Pjetrit me procesionin që u formua duke drejtuar drejt sheshit. Në fjalën e tij para besimtarëve në sheshin Shën Pjetri, Papa u ndal tek humbja e madhe e botës së krishterë me ndarjen nga jeta e Papa Franceskut, me te Papa Leoni ka bërë thirrjen në themelimin e një kishe të bazuar në dashuri. In questi ultimi giorni abbiamo vissuto un tempo particolarmente intenso. La morte di Papa Francesco ha riempito di tristezza il nostro cuore. Në ditët e fundit kemi përjetuar ndjesi intensive. Vdekja e Papa Franceskut na solli trishtim në zemër. Kemi marrë në ditën e Pashkës bekimin e ditët e fundit. Zoti nuk e braktis kur popullin e tij. Vi para jush si një vëlla që do ju shërbej në besimin dhe lumturinë tuaj, duke ecur me ju në rrugën e dashurisë së Zotit, që na do të bashkuar. Dashuria është unitet. Këto janë dy misionet të dhëna nga Jezusi për Shën Pjetrin. Vëllezër dhe motra, kjo është ora e dashurisë. Të krijojmë një kishë misionare që jap krah të botës dhe është e bazuar në dashuri. U shpreh ndër të tjera në fjalën e tij Papa Leoni. Në këtë ngjarje morën pjesë mijëra njerëz, gjithashtu të pranishëm ishin 200 përfaqësues nga gjithë bota. Papa mbërriti në Vatikan me një automjet të hapur dhe përshëndeti besimtarët.